Të nderuar deputet, sot paraqesim projekt ligjin për ratifikimin e amandamentit numër 2 të marrëveshjes financiare mes Republikës së Kosovës dhe Bashkimit Evropian për programin IPA 2020. Qëllimi i amandamentimit të kësaj marrëveshje është zgjatja e afatit kohor për kontraktimin e projekteve edhe për 3 vite shtesë. Kohë kjo e nevojshme pasi që nga vonesat një nga projektet ka mbetur pa u kontraktuar. Afati kontraktual i projekteve të IPA 2020 ka qenë 3 vite nga hyrja në fuqi e marrëveshjes financiare origjinale të nënshkruar ndërmjet Republikës së Kosovës dhe Bashkimit Evropian, përkatësisht me 3 shtator 2024. Projekti i ndikuar nga ky amandament është projekti i ngrohjes qendrore të Prishtinës me vlerë prej 17.6 milion euro, të cilët ofrohen si grant nga fondet IPA. E rëndësishme të theksoj është se projekti i ngrohjes qendrore ka ndikim të madh në sistemin energjetik, parashihet zgjerim i rrjetit me rreth 90%, duke përfshirë mbi 20.700 njësi dhe rreth 82.000 banor, duke rritur efikasitetin energjetik dhe duke e ulur ndotjen e ajrit. Marrëveshjen e kemi nënshkruar me 15 prill 2026. Projekt ligji për ratifikimin e saj është miratuar në qeveri dhe tani është i nevojshëm edhe miratimi këtu në Kuvend të Republikës në pajtim me legjislacionin për marrëveshjet ndërkombëtare. Për ta sqaruar edhe më konkretisht, projekti i ngrohjes qendrore ka pasur shtyrje pasi në 2 vitet e para, 2021-2023, zyra e Bashkimit Evropian nuk ka arritur të kryejë marrëveshjen me partnerin implementues. E ajo ka qenë Banka Evropiane e Investimeve. Pastaj ky projekt në 2 vite tjera ka qenë i prekur edhe nga masat e Bashkimit Evropian dhe tash kërkojmë mbështetjen tuaj e ju faleminderit për vëmendjen.